të moshatare, zani në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe muji. Por këtë referencë e kena gjetë rastësisht diku në 2012, kishim një pedagog, të cilit nëse me lejon, unë dua ta përshëndes. Absolutisht. Është profesor Rukin Daberdaku, i cili me sa di tani jeton në Amerikë, dhe ishte ai që po diskutonim me të në lidhje me këtë gjetje. Ai kishte ra në kontakt të kësaj gjetje dhe sigurisht ai e shpjegon në leksione, por kjo më shtyni për me kërku më tepër informacione dhe vërteta është se në këtë gjetje aty është vërtetu vjetërsia e kësaj veshje, e cila përpasoj gjen edhe vjetërsinë e kufomës, dhe aty përcaktohet që është mbi 4500 vjeçare. Pra ky është një referencë shkencore që shteti shqiptar për hir të vërtetës nuk e ka marrë, po dhe zguxon ta marrë sepse në fund të ditës është gjetë në territorin e ish Jugosllavisë dhe nga ana tjetër duhet të jemi koshient për diçka tjetër, që shpeshherë dëgjojmë të thonë na morën lahuten. Unë nuk e quaj kështu. Unë e quaj se atë çka politika mundohet ta interpretoj, ta huazoj, arti dhe kultura e shpërban politikën. Dhe këta kanë dalë në pa duke nxjerrë rrajt e veta. Ata që i bien lahutës nuk ka gjak serb. Sepse në çdo prononcim që mund të bash me cilin do që i bien lahutës, nuk flas për këta të sotmet, por të gjithë thonë që kjo është një instrument që e kena trashëguar. Nëse e kanë të trashëguar, ata kanë ardhur në shekullin të fundit, në shekullin e 9. Lahuta ka kënë këtu, s'kan pru gjo me vedin. Po kështu edhe veshjet. Pamuku, do me thonë me logjikën shkencore. Pamuku, kur ka hy në rajon, kur ka hy? Mnashi po ashtu. Mnashi ka kënë një material e cili nuk ka ra në dorë të popullatës. Kryesisht ajo është kënë një përpunim, se është kënë shumë e pak në mas, është kënë një përpunim që është bërë kryesisht për shtëpitë e pasura, për familjet mbretërore, për abortarët mbretëror. Nuk ka mujtë të jetë e bollshme për popullatën. A mund na sjellësh disa informacione lidhur me pajisjet që shkon me tira xhubleta, veç fustanit, çfarë ka dhe tira me çami, me gjitha tjerat, me mbres, çfarë ka? Elementet e xhubletës, faktikisht ajo quhet xhubleta me pajimet e veta. Dhe duke filluar nga pjesa e opangëve që ju thum, të cilat bëhen me lëkurë lope, pastaj kemi çorapet, se po e nisin nga poshtë. Ka me lëkurë lope si bëhet? Regjet apo? Lëkurën e lopës, faktikisht të flas në përgjithësi, sepse më herët kanë pas përdor edhe lëkurë të derrit, pjesa e shpinës, nga që është shumë e fortë, ata e kanë tha dhe e kanë përpunu, dhe kryesisht e kanë lënë jo nga pjesa e siprinës, por nga pjesa poshtë, sigurisht mas që është tha, në mënyrë sepse ajo ka rezistuar më së shumti, por në përgjithësi është përdor lëkura e lopës, edhe deri diku është përdor edhe lini, do të thënë mënyra se si kanë përpunu pjesën e linit dhe e kanë thurë dhe me ata kanë punu për sa i përket këpucëve ose të mathunave, siç është quhet asaj kohe. Kena pjesën e çorapeve. E nisa ta them edhe pak më herët. Tek dokumentari ka një frazë që thuhet, nuk janë dimrat që kanë kënë, nuk janë verat që kanë kënë, e nuk janë dimrat që janë përmen. Çka do të thotë që deri në vitet ndoshta 50, dimrat kanë kënë shumë të ftoftë, të frikshëm mundësisht me hyrë dimën, saqë kur vjen dita është njerëzit malsort me njëri tjetrin, hajtë se dolen shnjerëz. Pra, moti për ta ishte me dalë në shnjerëz, me të qu shnedja, me të qu bulmeti, me të qu, se thush, mbarshtimi baktive,
Taxhia Shënjegja është në prill apo në maj? është në prill. Në prill është. Në 25, Po, në 23. Prill. Pastaj e kena edhe një plak që është fillon nga data 6, varësi se si e lusin, sepse krahinat të ndryshme e lusin në ditë të ndryshme. Dhe pastaj vazhdojmë me shtatin e Gjobletës. Shtati i Gjobletës është pjesa që e mbulon krejt shtatin, ka kraholin, ka pjesën e brezave, në përgjithësi tani ata që përdorin, do më thanë atë japin të drejtë të vetës të quhen shkencëtar, dikush pretendon që më herët ka kenë vetëm brez lopet, që janë ato që venosin kujat e punohet brezat, ato brezat që janë prej lëkure punoheshin me kunja plumi. Dhe kunjat e plumit janë shumë të vona, sepse ky plum, përpunimi i këtij plumit është shumë i vonë. Dhe kjo e bën atë që e bën, do të thënë, jep vjetërsinë, e vesh me vjetërsi këtë pjesë të Gjobletës, dhe duhet të themi që në përgjithësi në çdo element që ka Gjobleta, ka pas Gjobleta, të gjitha kanë produkte leshi. Edhe materialet që me të cilën është punu ka pas vetëm spik edhe tjerk. Sigurisht e zezë në të zezë. Pra e zezë që ma e qiltja ishte në zezë në të gri, në kaf, deri në të zezë shumë të errët. Po nga një mal në malin tjetër, a ndryshojnë Gjobletat në dizajner? Atëherë, dhe plus kësaj ka pas edhe shamin e kokës, të cilën gratë kanë pas, po kanë edhe ato rruba leshi, edhe sot e mërtohen rruba leshi. Dhe kryesisht aso kohë, këto janë punu në mënyrë shumë të sofistikume, sepse janë rra, janë përdorë shumë punimi i saj, është lënur, i kanë thënë, shumë herë me ujë të nxehtë, derisa ato fijet vetë janë shpërban për mu ban shumë e imt, me të cilën kanë punu edhe shamijat. Nga ana tjetër, po kështu edhe përsa i përket qeleshes ose plisit, që në të vërtet sot ka disa emërtime, po malësorët i kanë thënë plis. Dhe kjo fjalë edhe sot përdoret në malësi. Dhe jo vetëm për plisin ose për kapuçin që venet në krye, por është për faktin se kur bashkohet masa, edhe si thush ngatërohet leshi, që duhet prap me shprish, kjo të quhet se është ban plis. Edhe për fëmijët e vegjël, kur flokët u ngatërohen, t'janë ban flokët plis. Pra që e shpjegon emërtimin pse ka marrë në këtë formë. Dhe për pjesën tjetër për prodhimin e kësaj, ose për me identifikua malin me mal, Gjobleta në të vërtet ka vetëm 3 tipologji Gjobletet. Gjobletën e kena Gjobletën e malësisë së madhe ose Gjobleta e madhe, kena Gjobletën e Dukagjinit ose Gjobleta e ngushtë e Dukagjinit, dhe kena Gjobletën e Pukës. Këto janë 3 tipologji të Gjobletës. Tani në bazë të radhëve kulturore, për shembull aty ku është kanë epicendra, sa më larg radhëve karnik, se më thanë përdorimi i kësaj veshje ose kjo kulturë ka rënë nesh me kulturat e tjera. Dhe të ramit nesh ka bën që të bëhen edhe martesa me kulturat e tjera. Dhe martesat kanë bën që këto tipologji Gjobletës të pësojnë ato ndryshimet. Dhe ajo që ka pësu më së shumti është Gjobleta e Pukës, e cila si thush ka zbukurime ose tipe të qëndisme që në të vërtet të njëjtat qëndisme që ka Gjobleta e Pukës, ne i gjejmë të veshjet e Tropojës, të Dibrës, e mati, janë shumë, se me thanë, elementet që i kanë përqafu gjatë këtyre shkëmbimeve kulturore që kanë pas, ose ndikimeve që kanë pas për këtyre martesave. Në zonën ku jetoni juve, por dhe më gjerë, a kemi sot martesa me Gjoblet? Atëherë, kjo është edhe vërtet një pyetje shumë e mirë. Deri para, diku, po them 5 viteve, që filloi të marrë një za edhe falë Zotit, kontakti me ju më ka bërë me kuptu që në një vepër të mirë nuk je vetëm asnjëherë. E gjenë vetë universi bëhet palë me ty për me të ndihmu. Thirrja parë që është bërë për punën e, domethënë për emergjencë kulturore, për diebërjen e Gjobletës, thirrja parë është bërë në televizionin tuaj. Për çka gjej rastin të falenderoj përzemërsisht. Faleminderit. Dhe ka kanë një nevojë që të bëhet një thirrje sepse
ato u lanë në harres, për një periudhë kohë u lanë në harres. Dhe si thash më herët, asgjë nuk ndodh pa një arsye. Unë personalisht jam martu me xhublet, unë s'kam vesh vel. Dhe jam martu në vitin 1994. Dhe më kanë marrë dasmor të veshën xhublet, kam vu kunor me xhublet dhe kam marrë xhubletën të veshur deri në darkë vonë. Do të tregoj një detaj që unë e kam thënë shumë kohë, që xhubleta ka kanë një mburoj e shëndetit të gruas. Në që kuptim? Se ndimonte? Unë jam martu me 26 shtator, në pikun e të nxehtit që Shkodra, kësaj periudhe i thot vera e dytë, që është të djeg më shumë se e para. Të gjithë, dhe më thane, nuk flasë për periudhen, për kohën kur me morën dasmorët edhe deri te kisha. Flasë për momentin që unë kam shku të shtëpia e burrit. Të gjithë në kanatjere, sepse ishte vape madhe, të gjithë ishin të veshur me fustane të holla, të shkurtra, e unë isha në xhublet deri në fund të këmbëve. Dhe të them që nuk kam një jetë të nxehtë, nuk e beson kush. Sepse ajo është si një mantel që ti e nënhije, si me kanë nënhije në një lisi, ku edhe një në fladin që të përshkon. Dhe me të vërtet, kjo ka kanë një eksperiencë shumë e rëndësishme për mu. Sepse sot e veshin 1 orë, e veshin 2 orë, e veshin një aktivitet, e hekin me një herë. Por atër për mu ka kanë një eksperiencë shumë e rëndësishme, ndoshta edhe një ndikim plus për sa i përket këtij angazhimi që ka marrë që ta studioj e ta vlerësoj këtë shumë.